Mirëmbrëma dhe mirë se vini në drejt të dashur shikues, sonte në një natë të veçantë. Është e veçantë jo thjesht në kuptimin e asaj që është nata e fundit e muajit të Ramazanit, por emisioni drejt sonte është i fokusuar tek kjo ngjarje e madhe për besimtarët musliman dhe jo vetëm, sepse në fakt edhe ata që nuk besojnë, duke qenë pjesë e shoqërisë, janë të integruar, janë në raporte ndërveprimi me të gjithë pjesën tjetër të besimtarëve, dhe kështu që duam apo nuk duam, impakton edhe përditshmërinë tonë në gjithë shka bëjmë. Për të diskutuar mbi këtë muaj të shenjtë, por jo vetëm, çfarë përfaqëson besimi për besimtarët musliman, cili është raporti i njeriut me besimin, i qytetarit me përkushtimin dhe vokacionin ndaj besimit. Unë kam ftuar sonte në drejt për herë të parë në emisionin tim zotin Ahmet Kalaja. Është imam i njohur, teolog i njohur gjithashtu, por edhe me një dimension publik të admirueshëm, ndryshe nga çfarë jemi mësuar përgjithsisht ne t'i shohim ata që janë udhëheqës shpirtëror apo përfaqësues të besimit në raportet midis qytetarëve dhe besimit. Zoti Kalaja, është kënaqësi për mua që ju kam sonte në emisionin tim dhe faleminderit që gjetët kohë në gjithë këto angazhime që keni për të qenë i pranishëm. Faleminderit dhe juve për ftesën. Është natë e veçantë faktikisht, po edhe emisioni është i veçantë, kështu që do të kalojmë mirë inshallah. Në ç'kuptim është natë e veçantë? Është natë e veçantë se e ke parasysh kur njeriu bën një punë një muaj, do të marrë shpërblimet. Kështu që besimtarët në këtë natë ose në këtë ditë fundit Ramazanit janë si të dyzuar, janë mes asaj, kemi bërë mirë, a na e ka pranuar Zoti, a e kemi bërë ashtu siç duhet, edhe me shpresën e madhe se domethënë mëshira e Zotit dhe falja e tij është më dominante, sidomos kur njeriu bën diçka për hatër të tij. Kështu që është natë gëzimi, le të themi, po edhe natë kështu meraku, a kemi bërë ashtu siç duhet apo jo. Besoj që prandaj është natë e veçantë, normalisht që dominon tek Zoti, domethënë shpresa dhe optimizmi dhe mëshira dhe unë jam i bindur nga përvoja juaj e gjatë në këtë angazhim, bilanci anon nga ana pozitive, domethënë shumica e besimtarëve kanë arsye të ndihen të kënaqur, të gëzuar për sakrificën që kanë bërë dhe për gjithçka ata ndjejnë në vetdijen e tyre në raport me detyrimet ndaj vetes, po dhe ndaj Zotit. Kjo pjesa e merakut ka një gjë shumë të mirë, se nuk të lën që ti të kalosh në eufori ose të kalosh në vetpëlqim. Kjo është gjë e mirë. Pra mos të duket vetja se çfarë ke bërë, me fjalë. Ke bërë një detyrë ndaj Zotit, bravo të qoftë, dhe jeta vazhdon. Pra nuk është se e mbyllim me Zotin me muajin Ramazan edhe i lam duart. Jeta vazhdon, Zoti pa aty është, ne pa aty jemi, ne kemi nevojë prapë për Zotin. Kështu që jeta vazhdon, domethënë. Pra është ideja e mos kalimit vetpëlqim. Është shumë problem kur njeriu fillon dhe i duket vetja më i mirë se të tjerët se ka adhuruar Zotin. Ndodh gjendet kjo dukuri, shfaqet? Po normal, është normal. Mund të kaloj një vetpëlqim. E lexon sakrificën e bërë si në një gjë të jashtëzakonshme, Sikush di se çfarë ka bërë. Në kuptimin ai ka bërë diçka, nuk ka dyshim, sepse nuk është kollaj, domethënë një muaj ti të shkëputesh nga traditat ditore, nga rutina jote ditore, të kalosh në një traditë tjetër. Natën trish duke u fal, duke vajtur në xhami, përkushtimi, ndihma e të varfërve, gjithë këto s'ka dyshim që është një lloj, le të themi, sakrifice goxha. Por prapë se prapë njeriu është mirë që të rrihet edhe kjo pjesa. A e kanë bërë vallë ashtu siç duhet? A e kanë bërë me të vërtetë për të kënaqur Zotin apo ka pas ndonjë interes tjetër aty drejti? Pra gjitha këto shihen.